Qojnë me vëmendje. Kjo pemë duket si e pafundshme. Shumë e lartë. E shumë e trash. Por t'i shikoni, disa nga mallet nuk janë male ashtu si që mendojmë ne për kurrë se kështu ja. Ato janë trungjet e pemëve që kanë ekzistuar më para, janë prerë. Po ato janë pemë gjigande. Sa që në perceptimin ton, na duken si pemë të këtilla. Është si puna e asaj milingonës tashti që shikon një fije bar, një fije kërcel bari që rritet shumë i tokë. E thot është pemë e madhe. Desa, po të shkoj në kërcelin e një nga këtyre pemë kështu, thot është mal. Sepse kur je mbi te, nuk e dallon dot që çfarë është. Nësa po ta gërmosh ashtu të hapësh çik verrin, ashtu gjen ato si punë brezare në fjalë ato janë ato të pemës që po kanë qenë pemë shumë të fuqishme më të ashtu, që me kalimin e shumë shekujve këto janë në një farë mënyrë ngurtësuar. Por pyetja që kam unë, ato që kanë patur fjalë trashësinë sa një sa malet që shohim, jo të gjitha, por disa nga malet, është edhe shkencërisht, është provuar edhe nga shkencëtarë rusë. Çfarë lartësie kanë patur ato den? Ato kanë qenë në rrësi mbi rreth. Po prap pyetja në fjalë që tesha të shtojnë që në fillim është kush i ka prerë ato? Si ka mundësi që janë prerë? Një gjerësi kaq e madhe në fjalë me kilometra e gjerë, një pems. Kush i ka prerë ato? Me çfarë janë prerë ato? Ato që dimë në sharrat ata që ka ishte trash nuk është e mundur për të prerë. Nëse mendoni vetë, po keni përgjigje më shkruani. Kalofshi mirë.